Selam aleikum rahmetullahi barakatuh. Selam. Sa është bekat me ofendu dikan me edikimin Maxhut Xhef Abgabel? Faktikisht nuk është se po etiketon personin, ti po tallesh me Zotin që e ka krijuar ashtu. Pra Allahu është ai i cili ka krijuar njerëzit në raca të ndryshme, në ngjyra të ndryshme, në popull të ndryshëm. Kështu që ne nuk na lejohet të etiketojmë askënd, thot Zoti në Kur'an, wala tanabazu bil alqab, mos etiketoni njëri tjetrin me epitete. Pra është ndaluar ti vesh epitet një tjetrit. Allahu thotë në Kur'an, Allah është ai i cili krijoi ju nga një mashkull dhe një femër dhe ju bëri fise dhe raca të ndryshme apo popull të ndryshëm në mënyrë që të dini se si të prezantoheni, por dijeni se më i miri te Allahu është ai që është më i devotshëm. Kështu që Bilali radhiyallahu ta'ala anhu ishte muezini i pejgamberit alayhis salam, edhe pse ishte nga Abisinia. Është një nga 6 njerëzit që është futur me të pejgamberin sa në Qabe, ndërkohë që të gjithë sahabët e tjerë më të mëdhenj e më të vegjël se ai kanë qëndruar jashtë Qabes. Kështu që nuk ka lidhje kjo punë me racë dhe me ngjyrë, por faktikisht është me zemër dhe me punë dhe me devotshmëri. Ky lloj etiketimi nuk ka të bëjë me Islamin. Ka ndodhur në kohën e pejgamberit sa ose një ngjarje që njëri prej sahabëve të nderuar, prej kokave të mëdha të sahabëve, i ka thënë dikujt ose e ka ofenduar dikë, ka thënë biri i të zezës, kështu i ka thënë. Edhe ai ka ardhur shtanku tek pejgamberi alayhis salatu selam, dhe pejgamberi sa i ka thënë innaka mar'un fika jahiliye. Ka thënë ti je akoma me ignorancë, pra akoma nuk ke dalë mirë nga ignoranca. Kështu që këto lloj etiketime nuk na kanë hije neve muslimanëve. Ne flasim me emra, me mbiemra dhe siç duan njerëzit të prezantohen, dhe jo me etiketime zhvlerësuese.